Rruga Komani në qytetin e Shkodrës po degradon çdo ditë më tepër, gropat e hapura të mbushura me ujë vështirësojnë kalimin e qytetarëve, ato të cilët synë të situatë si katastrofë, sipas tyre as në shkallën e 15 nuk ka qenë kështu dhe nuk mendojnë a jetojnë njerëz këtu. Duhet të veshim çizme gjithmonë, duhet për të investuar, shpreh një qytetare. Po që katastrofë më për kjo është katastrofë më. Qa kështu për kjo as në shekullin e 15 s'ka kënë kështu. Dhe kjo nuk është sot. Kjo është kaq ku. Të smenojnë a jetojnë njerëza që jetojnë to kafsha që. Nuk është në rrugë asherë, e? Asnjëherë mos është në rrugë, si është bërë. Kjo është katastrofë, këtu shkojnë fëmijë në shkollë, çojnë pleq. Po si nuk është problem apo të shihme vetë s'ke nevojë. Herë që kjo është një turp i madh kjo është një sej si një femën e bukur që zbukurohet që jashtë atje, por së përmend është kështu e sakatosur, po si bëhet që midis Shkodrës, midis qytetit. Sa familje janë të mund jenë? Kjo është familje, po kjo është më populluar lagje si ashtu, më kjo është lagja më vjetër në Shkodër. I këtu mbrapa kur ke pati, i thonë te ura Amaxharit, i kanë thënë tash me qindra vjet. Kjo nuk është se është një diçka re. Problem, po dhe mos i kishtu mytja të në ujë që me këpuc, do të vesh çizmet gjithmonë. Që me bon, po ju do të me rregulluar, por. Prej sa boshën kjo gjane? Qysh 92-shin. Ka ndërhyr në herë? Do të me investuj fije dhe të shkolla, shkolla të fogona të pronëzancit e toj. Do të me vesh çizme, që ashe se do të me vesh çizme. Kjo rrugë ndodhet pranë Unazës Perëndimore të qytetit të Shkodrës.